Në mbyllje të vizitës së saj dytore në shtetin Helen, Ministre e Mbrojtjes Mimi Kodeli është pritur dhe nga presidenti Carlos Papules. Gjatë këtij takimi janë diskutuar disa prej pikave me interes dypalësh që kanë mbetur jo vetëm ende pa u zgjidhur, por që kërkojnë vullnet të mirë mes dy qeverive dhe dy vendeve tona partnere. Disa prej çështjeve me rëndësi ku Kodeli dhe Papules u ndalën në këtë takim ishte ligji i luftës, një reminiscencë mbetur nga e kaluara që ekziston mes dy vendeve tona, delimitimi i detit, një marrëveshje kjo që mbetet për të rinegociuar tashmë në ndërtimin e qeverisë Rama, por jashtë vëmendjes në këtë takim nuk ka mbetur dhe çështja e toponimeve, një shqetësim thuajse permanent dhe ekskluziv që emigrantët shqiptar përballen kur kthehen atje. Por tjetër çështje që u kushtua vëmendje në këtë takim ishte edhe nderimi i të rënëve në luftën antifashiste. Ministre Kodeli vuri në ndjeni presidentin Papules i zhvillimet e fundit në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës, mbi mbledhjen e fundit mes dy qeverive, duke konsideruar këtë si një model i mirë që mund të bëhet mes qeverive të tjera të rajonit ton. Sa kaq presidenti Papules vlerësoi vendosmërinë e qeverisë Rama për reformat brenda vendit dhe vendosmërinë e saj për të bërë anëtare familjes europiane. Për presidentin Papules, Shqipëria është një vend europian, i takon Europës, dhe Greqia ka qenë dhe mbetet mbështetësja kryesore për integrimin e shpejtë të saj në BE në periudhën e presidencës së saj. Ministri Kodeli më herët takoi dhe homologun Avramopoulos dhe kryeministrin Samaras gjatë vizitës së saj dytore në Athinë.